Hetimi ndaj Erion Veliajt, biznesmeni Shkëlqim Fusha, paraqitet në SPAK. Me zitën e sotme, biznesmeni Shkëlqim Fusha është paraqitur në prokurorinë në posaçme. Në pamje shihet momenti teksa sipërmarrësi futet në ambientet e SPAK. Kujtojmë që Shkëlqim Fusha është nën hetim në dosjen e Erion Veliajt, i akuzuar si dyshuar për kryerjen e veprës penale të korrupsionit aktiv i funksionarëve të lartë shtetëror ose të zgjedhurve vendor. Ndaj tij GKK ka caktuar masën e detyrim paraqitje, ndërsa biznesmeni njihet si përfituesi tenderave nga Bashkia Tiranë. Gjithashtu nën hetim janë edhe biznesmenët Gentian Sula, Meriman Palushi, Fatmir Bektashi, Sokol Kryeziu dhe Elman Abula.